الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة تندروا غزر jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu. Në kapitujt e radhës, pas përfundimit të kapitujve se besimtari duhet ta kërkon bereqetin, duhet ta kërkon begatinë e pasurisë, ka sjell një kapitull të cilin e ka titulluar Imam Buhariu babun at-ta'uddatu fil umur. Kapitulli mbi hadithet që duhet të jetë njeriu i qetë, i matur, edhe mos tjetë inzituar në çështjet e kësaj bote. Andaj maturia, frenimi vetës, sabri, kur ti nuk ngutesh, kur nuk nxiton, kur e mat mirë, e peshon mirë, kjo është prej vlerave më të mëdha me të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar pejgamberët. Pejgamberët nuk ngutën, pejgamberët nuk nxitojnë, pejgamberët janë të matë. Dhe këto cilësi ka lip Allahu subhanahu wa taala prej besimtarëve. Andaj ka sjellë Imam Buhariu disa prej haditheve, pastaj ka ardhur hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Transmeton Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, gjithashtu edhe Abu Sa'id al-Khudriu radhiyallahu an, se një ditë prej ditëve vjen një fis i quajtur Abdul Qais te pejgamberi alayhi salatu wassalam në muajt e shenjtë ku është ndaluar lufta. Kanë pas ky fis problem me një fis tjetër të arabëve pagan, fisi Mudar, të cilët nuk i kanë lënë rahat dhe i kanë bë probleme fisit Abdul Qais. Dhe vjen një grumbull dikun 15 apo 20 njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur vinte pejgamberi alaihi salatu wasalam, në mesin e tyre, thot Ibn Abbas radhiyallahu an, ka qenë një njeri të cilin e ka quajt El-Ashaj ibn Abdul Qais. E ka pas një nishan të qarë në kokë, andaj e kanë quajt i qari, El-Ashaj. Emrin e ka pas Mundhir ibn Amir radhiyallahu an wa ardha. Kur kanë ardhur ki grumbull delegat me vizitu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krejt ata kanë nxitu me shku mi fol pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç kanë zri pi devës edhe vrap me shku mi fol pejgamberit alaihi salatu wasalam. Çi ky njeri Ashaj ibn Abdul Qais çka ban? Ki nuk nxiton, nuk gutet. Zri pi devës, e ul devën, bile harrojnë ato dosat me i drejtu devës, se devja nuk ka si vetura është, du të me aqit venin, du të me ule, du të me lidhe, kiti ka tërtipët e veta. Ty së mund që aty midis udhës me lanë veturë dhe me hec, sikur që i bëjmë plot për njerëzve të cilat nuk kanë kur far regullë në jetën e vetë. Atare këta njerëz ka bojnë, i harrojnë devët që ashtu. Kjo e merë regullon devën e vetë, i regullon edhe devët e shokëve të vetë, shkon i ndron petkat, i drejton veshët mirë, kretë këto i ban kadale. Edhe vjen edhe i fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu i le përshtypje shumë ky reagim. Krejt gutën kjo. Ka dalë pa, ta drejtoj devën, ti drejtoj tesha, edhe pastaj shkoi i foli pejgamberit alaihi wasallam, sefte kanë ardhur me pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A mund ta paramendosh çfarë malli kanë pas ata? Normal se ata nuk e kanë bë pitkeçtit, po nuk e kanë pas cilësinë e këtina. Atëherë kur vjen ky te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i flet pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas një bisede që e bajnë, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna fike la khislatayn, inna fike la khuluqayn. Ka thon pasha Zotin i paske dy cilësi. Yuhibbuhum Allahu i do këtë do dy cilësi. Ka thon cilat janë ato ja Rasulullah? A mund ta paramendosh njëri
me të thënë dostat shumë i kitë cilësi të mira. Kitë njerëz të dojnë. Pejgamberi sa mi ka thënë këtij njerit, i pas ke di cilësi, Rabbul Alemini ti do çdo punë, çdo di Allahu xhelal ti do. Ki tha, cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, el hilmu wal anat. Kanë i përmbajtshëm edhe spogutshëm. Kanë i përmbajtshëm. Nuk kanë që e frenon veten, i but në reagim edhe nuk po nxitojshë. Tha që të dy cilësi ti do Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëri tha ky njeriu, tha ja Rasulullah, a mi ka dhënë Zoti dhurat mua, a unë i kam fitu këto? Pra a kjo pidorës teme, a për Rabbul Aleminit? Tha jo, këto tha ti ka falë Zoti madh. Këto Allah ti ka dhënë dhurat. Cilat janë këtë dy cilësi? Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, el hilmu wal anat. Allahu i don këtë cilësi. Sa i duhet këtij njerëzimi neve konkret në çket zaman të xhelës, në zaman dinamikës, zaman që kur kush nuk e di ku atë shkuë, qohët, bje, del, pi kafe, kur gjas mirët vesh. Ha? Mjegull, labirint. Krejt gutën, kur kun s'janë të shku. Krejt e shpejtojnë, s'kanë cak, kuj të shku nuk e di. A e di sa njërë në e pyt në kuj të shku, se di dola. A e ke poket huti që ka ju ka ndodh njerëzve. Nuk janë të ditë ku janë të shku, po pse i ebzor Allah. Njeri gutët me zoni namaz, njeri gutët me zoni pun, ama mu gut me dal kafe, mu gut për më shëtit. A ndodh të na kjo ndodh. A nuk i shif një njerëzve qish, a nuk i një dëgjoni lajmët, kjo e vraj ti ketë për ketë. Vra njeri për kafe njeri. Vra njeri për kafe, pëse se ka bon vakt. Kafe mëse ka bon vakt. A tjetëri e vran për parking, a tjetëri lajmët për dit, nuk mëna mi ndjekrit lajmët. Shiko shka tha, i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha e shat gjit, tha i paske dy punë, dy cilësi, karakter. Allahu dhe pejgamberi sallam i donë. Cilat janë ato të ndëruar xhamat, që neve na duhen sot? El hilm, butësi, i matshëm, malu, prit. Edhe el anat çka? Kur ti nuk gutesh, ka dal. Shiko ki, çka bani? E uli devën, e drejtoj devën, i drejçi teshat, u bë hazër, pastaj u rregullu mirë dhe dol para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo, andaj të ndëruar xhamat, jetojmë në kohën ku mas shumë ti kemi nevojë për çdo dicëci. Nalo me pak, prit. Sabër pak. Ke dal jetu u gut, po ani be ti tu gut, po jo ke e kanë zorin tan. Ti ti shekon të gut kishe dal më herët. Ke dal minutin e fundit do mi hangër njerëzit, po nuk mban çashtu. Pse s'ke ardhur më herët? Ki dal në dakikat e fundit, keti marinati, po s'kan faj more. Shkotit, a ki punë që të prat me minuta, po dil 5 sahat më herët edhe s'pengon kërkush. Ama shiko, el hilm, ka dale, ban sabër pak. Andaj çka i tha Hasan al-Basriu për atë njeriu i cili kishte mësuar mësim? 3 mësime ja dhaj. A do tha ketë qatë studimin për sheriat çka e ki ba? A do tha me ta prun 3 llafe? Po. Ma i men tha. Tuti Allahit, ban sabër, mos u gut. Krejt që ka flasin hoxalarët, dietarët, hafëzlarët, imamlarët, çdo tria janë. Tuti Allahut. Ti mi pas tuti Allahit nuk ban keq. Shiko njerëzit, e sheshenjën atje, e she ati që atë prit mundet me dënue, e nal frenin. Njerin e she, edhe e nal frenin. Para me në mjutut Zotit matë të bare kjo e tala, mjutut Rabbul Aleminit. A njeri atje që atë të prit me dënu mund më korruptue. Edhe është korruptohet. Allah është korruptohet, Gjelle Gjelalu. A që korruptohet. Mi pas tutët Allahut, vallaj që të probleme se kishmi pas që i ka njerëzit. Me pas njerëzit sabër. Ka dale Allah, ka dale se ka me të ardhrejni atje. Zban sabër, ku do që anë nuk ban sabër, durim. Dhe trejta që ka i tha, ola të sta'gjil, mos nëzito. Kalzom një kujna i ka prun nëzitimi kajr. Kalzom një kujt i ka prun nëzitimi kajr. Kalzom një belat, gjunat, këshijat, mëkatët, krimët. A janë bo tu mot mirë, a tu gut, vallaj. Tu gut. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu besimtarin me bë hajgare me besimtarin me e frigue. Ka thonë shtini shpatën në kallëf. Kush ja drejton shpatën vllabit vetëm mallkojnë me laçet. As hajgare pse? Ka thonë ndërhin që tërkush aty mësani. Hija qetri apo. Andaj shiko ka thonë mbajnë kallëf, nuk duhet. Pse e drejton muslimanit? Kush e friksoni musliman ka thonë e mallkojnë me laçet e Zotit xhel xhelalu. Kur gjasan shka ja kishti tutën ti çka me tashti me laçja. Ka orën transmetim se nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i ka thonë Ibrahimi alayhi salatu wassalam Zotit vet xhel xhelalu. Ka thonë o Allah, am kallzon me laçja që ja merr shpirtin kriminalëve, çish duket. Ka thonë Ibrahim, kjo sa për ti e? S'vena ju te ti çashtu. Ka thonë po du ta shoh o Zot.
Ka thonë nuk ka për tije. Atëherë ka thonë maju këshire. E kanë pyet Ibrahimin alayhis salam. Ka thonë, çka mundesh me na kallëzu për dënimin e Zotit? Ka thonë, pasha Rabbul Aleminin, veç me leku i vdekjes çka kana për kriminalët, veç ku ta shohë kur tut më të madhe si ka hi njerit. Allah i na rujt në atë moment, ja Rabbul Alemin. Na i qof me laqet e rahmetit, ja Rabbul Alemin. Andaj, shiko pejgamberi sa i kujdesshëm ka as mos hiç as frikën as më të vogël, se ti mos u got, se mund me babela mos anela. Andaj, tha pejgamberi alayhis salam Eshaj ibn al-Qais, Mundhir ibn Amir radhiyallahu an, tha i paske dy cilësi që i don Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Cilat janë ato, tha ja Rasulullah? Tha qetësia dhe maturia. S'po gutçe ti tha. Nuk po gutçe. Edhe ai mrini mi fol pejgamberi salam. Dhe çka më interesant, krejt to çka kanë vrapu mi fol pejgamberi salam, pejgamberi nuk i kalon përshtypje. Megjithëse to kanë ngajt ti folin më shpejt. Mas shumë ti kalon përshtypje ai çka asil mirë. A dhe të ndëruar xhamat, nuk ka rëndësi ti çka duket ty mirë. Ato këtë kanë ngajt ti folin pejgamberi salam. Pejgamberi salam çai i funit që ka met, ka dalë i çet, çai kalon. Ata nuk është ti sa i abzor. Pa e don Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë pejgamberi alayhis salam hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, e ka thonë një njeri 1 dirhem. Një njeri ka thonë 1000 dirhem. Sikur ti më dhon 1 euro, një tjetër 1000 euro, sadaka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka shku çiki njishi që aty mishit. Pse nuk e dim na? Çfarë zemre ka, çfarë shpirti ka, nuk e dim. Ata ka mundsi dikush duket shumë atu bë. Po Allah se ban kabull. E dikush ban pak, ama e ka vazhdueshëm, e ka me të pastër, e ka me halal, e ka me të mirë, e ka pa zullum, e ka se ka zon qafën kërkujna, se ka bishtin kërkujna, edhe pran Allahu subhanahu wa taala. Andaj çështja është minadasht Allahu subhanahu wa taala dhe cilësitë tona. Tjetra të ndëruar xhamat. Shiko, sa e ka gëzue këtë njeri kur i ka thonë pejgamberi i pas ke cilësi që i do Zoti. A jena tu këshirë na me një pas cilësi që ka në i do Zoti ajo? Na këshirë me në një tjetit me në duk. Apo duk na mirë, apo duket keri mirë, a jam vesh mirë, a e shpijen e mirë. O insan, kur kimi dhonë zërë pak Zoti me të dasht? Allah i me të dasht. Po, keti i bane me të dasht, keti në të dasht. Ta kam bekenis edhe kerin, edhe shpijen, edhe parët, mashallah, keti i ki për mashallah. A ki menu pak Zoti atë të dasht ajo? Andaj shikosh ka i tha për mësëram, ketë këto mirë deve paske ketë regull. Tha, 2 cilësive i paske të mira. Nuk i tha mashallah qëfar deve paske? Nuk i tha. As çfarë tesha paske? Nuk i tha. Edhe ai këtë mira i ka pas. Tha 2 cilësi i paske të mira. Pejgamberi sa mi pëlqen njerëzillëk i pëlqen. Pejgamberi sa mi pëlqen ajo cilësia e qetësisë, e maturisë. Tha që të 2 cilësive Allah i ti do. Andaj le të vrapojmë pak të ndëruar xhamar, le të ujdismi pak për Zotin. Ti kallzojna pak Zotit, o Zot, ana do ti neve. Po mos u ha njerëzit atë dojnë. Njerëzit sot dojnë, nesër s'dojnë, sot shajnë, nesër. Kështu kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala, ka thënë mi kënaq njerëzit na e pamundshme. A me kënaq Allah na e vajib. Shikoj sa qartë. Njerëzit mi kënaq e pamundshme, vallahi e vladë kije. E rrit me tana mundësi çka i kik maksimumin e jap. Në fund thotë s'na i ke dhënë pas krejtë, s'na i ke bën krejtë. Çështo ai insani, Kjo nuk arrihet. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O ju gra, jepni sadaka se ju kumpan xhenem. Njëna pyet tha ja Rasulullah, çka ka puna? Po tha juve munohet me burrit tan jetën ju në fund për një sen ja gjuni ket. Çështo a njeri ta gjun krejt, thot, kur s'ka pa hajër pitije. Ti keti jetën e ke dhënë çati. Çto janë njerëzit? Lej njerëzit. Këshire Zotin tan te bareke ve teala. Kënaqësia e njerëzve nuk arrihet. Kënaqësia e Zotit ta vajib. Na e kena obligim mu kanë një Zoti i knas me neve. Allah i na mundsof ja Rabbal Alamin. Andaj let kujdesim pak për cilësitë tona, të cilat i kërkon Zoti te na, jo çka kërkon njerëzit te na. Megjithse nuk ka cilësi që e do Zoti, vetëm edhe e do njerëzit. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith ka mësime të tjera të cilat do t'i nxjerrim me gjërat e ardhshme me lein Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e madh, që Allahu subhanahu wa taala na jap prej cilësive që i do Zoti. Na jap prej karaktereve dhe moraleve dhe virtyteve të cilat Allahu është i kënaqur me ta. Elusim Zotin e madh që Allahu të na pastron prej atyre virtyteve, prej atyre veseve, prej atyre të metave, prej atyre cilësive të këqija, të cilat Allahu nuk i do të neve. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu të na stolis dhe të na zbukuron me maturi,
na zbukuron me qetësi, na zbukuron me mos ngutje. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala mundson që të udhzohemi me Kur'an, të udhzohemi me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku pranohet duaja, që Allahu subhanahu wa taala vëllezërit ton musliman kudo që janë në përlindje dhe përëndim, Allahu t'i ndihmon. Sidomos vëllezërit ton në Gaza, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu t'a zbet rahmetin mbi ta, Allahu t'i thyen dhe t'i shpartallon këtë agjendat kundër tyre. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i bashkon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, t'i kthen në Islam, t'i kthen në Kur'an, t'i kthen në hadith. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu të merr hak për ata fëmijë muslimanëve që janë vdek. E lutim Allahun xhelalu ala që Allahu të merr hak për ata plesh që vdesin pa hak. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon te bareke ve ta t'i fal gjunat tona, t'i fal mëkatet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالظلمة المجرمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يقتل إخواننا المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أرنا في المجرمين يوما أسودا، اللهم أرنا في المجرمين يوما أسودا. اللهم أرنا سلطانك على الظالمين، اللهم أرنا قدرتك على الظالمين يا رب العالمين. ارحم المسلمين، ارحم المسلمين، ارحم المستضعفين منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل على المسلمين من رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم نجي المسلمين سالمين غانمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.